Kryeqyteti i Argjentinës, Buenos Airesi, shumë impresionues tregon historinë e emigrimit edhe përmes hotelit të madh me emrin signifikativ Emigracion. Esta foto se llama La Llegada y acá es el primer edificio que eran los inmigrantes cuando llegaban. Po vetë shqiptarët si e tregojnë këtë emigracion të parë? Historia e Sadik Bletës, ardhur një shekull më parë në Argentinë. Yo soy Atilio Bleta, hijo de padre y madre albanesa. Tratar de mejorar su situación. La colectividad albanesa tuvo como horizonte siempre y como objetivo promulgar la cultura albanesa. Busti i heroit kombëtar Skënderbeu është si një parsmore shpirtërore e këtyre njerëzve punëtor që erdhën në këtë vend të largët pa e haruar asnjëherë vendin e tyre të origjinës, Shqipërinë. Soy descendiente de albanés, mi abuelo era el nacido en Korça, Albania. Jena këtu mas luftës se shqipënia ka met në regjim komuniste me ndërhoqë që ka kenë makesë mashtrim se të në botën tjera. Shqiptarët këtu mblodhen pranë njëri tjetrit duke krijuar shoqatën bashkimi dhe zunë vende të rëndësishme në këtë vend me perspektivë të mirë zhvillimi. ¿Y qué te genera estar dentro de la colectividad y ver a los chicos bailar? Y es como ver nacer siempre un hijo, es algo que no se puede expresar con palabras, es una emoción única que... Eva në qytetin e Buenos Airesit dhe Aleksandra në Beriso janë zgjedhur në krye të shoqatës, se kanë punuar me këmbgulje të madhe, t'i bëjnë bashkë shqiptarët kudo, duke ruajtur traditat në veshje, në këngë e valle, në ushqimet tradicionale.